Si të bëjmë shëndetli tradicionale për vitin e ri? Recetën që më keni kërkuar gjithë këto ditë, po ua tregoj tani. Si e përgatitëm prindrit e mi? 300 gram gjalp të shkrirë, 500 gram mjaltë, i trazojmë të dyja bashkë. Pastaj do t'i hedhim 5 vezë, të cilat do t'ja hedhim një nga një, duke e trazuar vazhdimisht përzierjen. Përzierja trazohet ose me lugë ose me dorë, nuk do më ikser kjo recetë. Pastaj i hodhëm 150 gram sheqerë, edhe në një enë tjetër përzijem bashkë 500 gram miell me një lugë të madhe sodë. Miell mund të dojë edhe pak më shumë, varet nga përzierja, do ta shikoni që të dali e ngurtë, duhet pak e ngurtë përzierja, nuk duhet e ujshme. Si shikoni trazojmë dhe në fund fare pastaj do t'i hedhim arrat. Neve i hodhëm 200 gram arra. Në qoftë se doni më shumë arra, kuptohet që mund t'i hidhni, ose në qoftë se doni më pak, mund t'i hidhni më pak. Një sekret tani, në qoftë se e doni më të lehtë shëndetlinë, në vend të gjalpit mund t'i hidhni vaj misri. Po kjo është në qoftë se doni më të lehtë shëndetlinë. Neve e bëm me gjalp siç e patë. Do ta ndërim mirë në tepsi, edhe do t'japim këtë formën e bukur me pirun siç e bëri dhe babi tim këtu. E vendosim në furrë në 180 gradë për 1 orë, 1 orë e çerk, do ta shikoni derisa të marrë atë ngjyrën kafe dhe në partu kemi